qytetarët po vazhdojnë të përballen me një valë të ngritjes së çmimeve, përfshir atë të produkteve ushqimore e mandej edhe çmimin e naftës që është pasojë e konfliktit të SBA-s e Izraelit me Iranin që tashmë ka reflektuar dukshëm edhe në vendin tonë. E kemi parasysh po ashtu edhe paralajmërimet e ZRE-s për shtrejtim të sërishëm të energjisë elektrike. Por do të doja që tani t'i ndjekim disa nga shqetësimet e qytetarëve në lidhje me çmimin e naftës, pra që tashmë ka goditur vendin. Derisa e gjithë bota po përballet me pasojat e luftës në gjirin persik, veçmas me furnizimin dhe çmimin e naftës dhe derivateve të saj. Sot çmimi i naftës në tregun e Kosovës ka arritur në 1,71 euro për litër. Qytetarët shprehen shqetësim për këtë shtrejtim të karburanteve. Kam drejtën me këtë paga shumë shkurt, se kemi edhe gjatë. Me që të rritje që është bërë, jo veç e naftës e benzinës, po të gjitha produkte tjera, nuk e di ku jem të shkuna me këtë qeveri, me këtë edhepsi. S'ka ullje taksa, s'ka kërgjon ngritje çmime për ditë, na veç më dorëzu. S'kem të dërëtore. Unë s'o po dëgjoj këtë shtetet tjera kanë ullë taksën, vetëm në shteti unë që s'ka ullë taksën. Këta do të me ndërmarrë dëshka. Unë jam të e pa veç jam të shkel këtë popull, deri kur kështu se di. Shtetit të me kontrolu, se janë shumë të papërballueshme. Ndërsa nga shoqata e naftarëve kërkojnë nga qeveria që t'ia largojnë TVSH-n. Sa i përket krizës a kem në vendin tonë, nuk ka krizë akoma, po pritet të ketë krizë. Qeveria jonë do të ndërmarrë sa më parë, ta hjek TVSH-n. Ne ju kemi drejtuar sot me shkrim dhe me shpresë jesëm se kryeministri Kurti do të ndërhyn ku te qytetarit ndërhyn direkt me heqja e akcizës për naftën. Naftë të mjaftueshëm nuk ka. Prandaj gjithmonë duhet të mendohet se nafta o krizë botnore, globale. Dhe ne patëm një takim me ministreshën Kusari Lila, ku në atë takim i shqyrtum gjitha këto probleme dhe presim me shpresë se kryeministri Kurti do të ndërhyn heqjen e akcizës ose TVSH-s. Në Aleancën Kosovare të Bizneseve thonë se Kosova nuk ka rezerva shtetërore sikurse vendet e tjera, andaj kërkojnë që qeveria të bëjë një projekt të përkohshëm që të mos dëmtohen konsumatorët. Qeveria është e vonuar për të bërë diçka shpejt, por mund të bën për të ardhmen, sepse rezervat shtetërore ashtu siç po i qesin shtetet e tjera, Kosova nuk ka vetëm për 3-4 ditë rezerva shtetërore dhe mund ta zbutë çmimin për një kohë të caktuar. Prandaj bizneset e Kosovës bëjnë blerje sot për nesër dhe nuk kanë rezerva. Prandaj çdo rritje ndikon drejt për zëti në rritjen e çmimit në Kosovë të derivateve të naftës dhe të energjisë. Rritja e çmimit të naftës ka bërë që të shtrejtohen edhe biletat e autobusëve, pasi karburanti është një nga kostot kryesore të transportit. Çmimet e reja do të hyjnë në fuqi nga sot dhe do të aplikohen nga të gjithë operatorët. Pra, këto ishin shqetësimet e qytetarëve dhe të bizneseve sa i përket çmimit të naftës në kronikën e përgatitur nga kolegja Antigona Buçani. E për të diskutuar për çmimet e naftës, por jo vetëm, në studio kemi të ftuar kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, zotrin Lulzim Rafuna. Zotri Rafuna, mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Atëherë, zotri Rafuna, si po jetojnë sot qytetarët me këtë valë të ngritjes së çmimeve? Po, edhe ne jemi pjesë e qytetarëve dhe ne jemi duke pa që çmimet e derivateve të naftës po rritën çdo ditë. Ndjen sot çmimin që kemi nuk e kemi pas dje. Dhe kështu me radhë, padyshim që kjo ndikon në rritjen e të gjitha çmimeve tjera, të gjitha produkteve tjera. Japi shohim që edhe sot çmimi i biletave për autobus ka filluar të rritet, ndërkohë nuk përjashtohet mundësia që javën ardhshme të kemi lëvizje të çmimeve të produkteve tona vendore, për shkak se çmimi i derivateve të naftës është kosto operative për çdo biznes që ofron ose që prodhon Kosovë ose që ofron shërbime. Dhe padyshim që këto do të kemi edhe një rritje, do të kemi edhe një inflacion të ri, sipas dhënave zyrtare të Agjencionit Statistikave të Kosovës. Muajin shkurt e kemi mbyllur me një inflacion prej 6%, që është një inflacion shumë i lartë, më i lartë krahasuar me edhe me vitin 2025, ku vetëm muajin dhjetor kishëm 5%, ndërsa muajt paraprak ka qenë ndër 4%. Kështu që situata është shumë shqetësuese.
ne si Oda Ekonomike e Kosovës ju kemi drejtu para 10 dite Qeverisë Republikës Kosovës me kërkesë publike që të ndërmerr masa ose ta ul ose ta largoj tatimin e akcizës ose tatimin e vlerës së shtuar ta ul ose ta largoj përkohësisht në mënyrë që të veproj me masa fiskale si hapi parë, po duke parë situatën se si po zhvillohen nëse ka nevoja të ndërhyet edhe me një paketë mbështetëse të sektorëve konkret që nuk e dëmton ekonominë tonë ose nuk e ul standardin njësor qytetarëve të Republikës Kosovës. Po kur jemi tek çmimi i naftës, ka raportime dhe nga ajo vetë që kemi parë ne si qytetar që ai ka arritur deri në 1.79 euro për litër, por ndërkohë që çmimi po rritet vazhdimisht, duket se shteti nuk ka ndërmend të veproj. Së paku kështu la të nënkuptoi Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Mimoza Kusari. Do doja që tani të ndiqnim një deklaratë të shkurtër të ministrës Kusari për naftën. TVSH-ja asnjëherë nuk ka qenë opsion për shkak se është shumë problem të përcjellet TVSH-ja, pasi që është tatimi në vlerën e shtuar është ajo çfarë paguhet nga qytetarët, do të thotë nga secili konsumator fundor. Ndërsa sa i përket akcizës mbetet të përcjellet në situatën aktuale, nuk e konsiderojmë si opsion heqjen e akcizës, por përcjelljen e situatës në të cilën çmimi i importuar nuk e kalon çmimin tavan i cili është 12 cent në pakicë dhe 2 cent në shumicë. Pra, ky ishte qëndrimi i ministrës Kusari sa i përket kërkesave të opozitës dhe të disa odave pra për heqje të akcizës dhe ulje të TVSH-s. Zoti Rafuna, si shihni këtë qëndrim të ministrës të shtetit në këtë rast? Në fakt, shtetet rajonit dhe se ka nisur të marrin masa për naftën. Në fakt kanë marrë, gjitha kanë marrë masa, shumica absolute tyre kanë ulë tatimin e akcizës, një pjesë kanë ulë tatimin e vlerës së shtuar. Kemi shtetet të Bashkimit Evropian, si që Slovenia dhe Kroacia sot që kanë vendosur edhe kufizime tani për shkak frikës që nuk do të ketë rezerva të mjaftueshme. Situata është më serioze se sa që po pranohet, kam frikën që nuk po kuptohet të drejt nga ana e ekzekutivit situata. Ministria tha që tatimi i vlerës së shtuar është tatimi fundor ose i konsumatorit, pikërisht për këtë arsye se TVSH-ja ndikon drejt për drejt e konsumatorit dhe konsumatori është ai që pagun tatimin e vlerës së shtuar, për shkak se tatimi i vlerës së shtuar nuk është tatimi i kompanisë. Vetëm tatimi i cili nuk është i kompanisë ose tatimi i vlerës së shtuar. Kështu që çdo lëvizje të tatimi i vlerës së shtuar do të reflektojë te konsumatori apo te qytetari i Republikës Kosovës. Për këtë arsye ne kemi thënë që një prej mundësive është ulja e tatimit normës të akcizës, apo ulja e tatimit të vlerës së shtuar, apo largimi i përkohshëm i tatimit të vlerës së shtuar për një periudhë të caktuar derisa të stabilizohet situata dhe atëherë do të kesh shumë një ulje të çmimeve. Unë e them me plot përgjegjësi sot në emisionin e juaj që në rast se lëvizet ka aspekti fiskal, siç kanë lëvizë gjitha vendet e rajonit, mos kesh kuptohemi se si jemi të bë vetëm na këtë mrekulli, po këto e kanë bërë gjitha vendet e rajonit. E them me plot përgjegjësi që nga ana e të gjithë operatorëve 99%, po them 100%, po 99% do ta respektojnë. Më pas për këtë arsye ekziston edhe rregullatori, për këtë arsye ekziston inspektoriati që me dalë dhe me pa gjendjen faktike sa po respektohet ajo vendosja e këtyre masave fiskale. Po sa mendoni se do të mund të japin efekt të masa që ju po i përmendni dhe a mendoni që është çështje urgjente që këto kërkesa tuaja të shqyrtohen nga shteti? Po kjo ka qenë dhe është çështje urgjente, u dash më shqyrtu para 10 ditë, sot ish dashna si më thonë me bisedu për paketën e dytë mbështetëse, për shembull sektori i transportit, ja shikoni biletat. Këtë rast këto e paguajnë qytetarët e Republikës Kosovës këtë ngritje të çmimit të biletat ose transporti rrugor për bartjen e madrave, se ne nuk kemi transport e korridor ende ose transport detar, nuk kemi se s'kemi det. Mirë, po të transporti rrugor duhet qeveria mi subvencionu që mos me pas ne ndikim në ngritjen e çmimeve, se edhe çdo lëvizje në transportin rrugor padyshim që ndikon edhe në ngritjen e çmimeve. Për këtë arsye sot ish dashur me bisedu për sektor, për shembull bujqësia, për marr prapë si shembull. Kemi hyrë në sezonën e pranverës ku bujqët i punojnë arat me derivate të naftës. Do të sjell pasoja kjo edhe në të mbjella? Po do të sjell shumë pasoja dhe unë kam frikë që si vjet do të jetë shumë sipërfaqja e tokës nuk do të jetë e punueshme ashtu sa ka qenë përpara për shkak se kostoja e punimit të tokës do të jetë ose prodhimit të produkteve bujqësore do të jetë shumë e lartë se sa ta importosh. Tani ne duhet të jemi shumë kujdesshëm, se nëse vendet e rajonit kanë lëviz me uljen e çmimeve, me uljen e tatimeve, në fakt çmimi do të jetë më i ulët. Shikoni në Maqedoni sot e keni 1.50. Kurse të na se ka rrit gati 1.80.
Dhe çka ndodh? Produktet e Maqedonisë atëherë do të jenë më të lira se sa prodhimet tona vendore. Po pse ndodh kjo që në Maqedoni të jetë më i lirë çmimi i naftës dhe tek ne më i shtrenjtë? Se kanë lëvizën me tatime. Kanë lëvizën me tatime, për shembull në Shqipëri, ne kemi 2 tatime, kemi tatimin e akcizës dhe tatimin e vlerës së shtuar. Ndërsa në Shqipëri për shembull kanë 3 lloj taksash, edhe në Shqipëri është më shtrenjtë se sa në Kosovë. Kështu që varet prej shtetit, prej politikave nacionale. Tatimi i akcizës është tatim i veçantë që shteti e vendos për ndonjë arsye të veçantë. Në këtë rast ne kur është vendosur në fillim menjëherë mbas vitit 2000 është vendosur me qëllim që me mbush buxhetin. Dhe derivatet e naftës janë ato të dytat që marrin madhrat e dyta të importurat që marrin pjesë me tyrat më të larta në buxhetin e shtetit pas produkteve të dohanit. Po, ndërkohë kemi parasysh dhe jemi dëshmitar që sa herë që janë ngritur çmimet, qoftë të biletave, qoftë të produkteve, apo të tjera çmime, dhe në kohën që është zbrit çmimi i naftës, ato çmime kanë qenë të njëjta. Pse s'ka zbritje të çmimeve kur njëkohësisht ka edhe zbritje të çmimit të naftës? Më pas, sigurisht. Po, shikoni, ka dhe raste kur është zbrit, ka dhe raste kur zbritet, po për këtë arsye është organi rregullativ që do të më mbikëqyrë dhe do të më intervenu në raste kur ka ulje të tatime. Janë nga ana ti, mendoni? Po, nëse nuk ka pas uljet, edhe pse prapë them me përgjegjësi që shumica absolute e respektojnë këto. Mundet me të qellu ndonjë ato këto, mirë, por shumica absolute e respektojnë. Dhe kërkesa jam është që mbështeten me masat politikës fiskale, po në anën tjetër mbikëqyrë nëpërmjet inspektoratit që është obligim ligjor tek e fundit për me mbikëqyrë dhe me kontrollu. Po mos harrojmë se është edhe psikologjia e tregut shuhet, se edhe blerësit dhe shitësi mësohen me atë çmim, edhe kur ka lëvizje të taksave, ulje për shembull, po nuk po folim se kjo është një situatë e jashtëzakonshme, nuk është një situatë e rëndomtë, e rregullt. Ndërkohë ka pasur shumë diskutime se kjo situatë me naftën edhe po keq përdoret, po shfrytëzohet nga do thot operatorët. Ka abuzime në tregun e naftës në Kosovë? Jo, nuk ka asnjë abuzim në tregun e naftës Kosovë, edhe po them me përgjegjësi, për shkak se kapacitetet tona të kompanive tona kosovare janë shumë të vogla për me pas mundësinë me sjell sasi më të mëdha apo me pas sasinë stoqe shumë më të mëdha. Nuk e kanë logjistikën, nuk i kanë në depot që mundin me deponue derivatet e naftës. Për këtë arsye ne jemi të varur nga importi, mos them baza ditore, po ndoshta në baza çdo 48 orë. Kështu që importi më i madh bëhet përmes Shqipërisë, ose në tërësi bëhet përmes Shqipërisë, përmes Porto Romanës, ato vina anije tankoron në Porto Romano dhe prej Porto Romanës nëpërmjet autobotëve transportohen në Kosovë. Kështu që na jemi të varur nga lëvizja e çmimit në bursat ndërkombëtare në baza ditore. Po ndërkohë sa kanë mësuar bizneset se janë prekur nga kjo rritje e çmimit të naftës në Kosovë? Bizneset janë prekur shumë, edhe çdo ditë unë kam ankesë dhe kam kërkesë që të bëhet kërkesë të institucionet publike që të ndërhyjnë siç kanë ndërhyrë në shumë vende të rajonit, po në shumë vende të Bashkimit Evropian. Ne vazhdojmë dhe jemi në komunikim me ministrin Kusari Lila dhe besojmë shumë shpejt që edhe qeveria jonë, besojmë se duhet që edhe shumë shpejt edhe qeveria jonë të intervenoj që ta mbrojë ekonominë tonë, ta mbrojë qytetarët e Republikës Kosovës. Cilë sektor janë më të prekur? Po tani janë të prekur të gjithë, janë të prekur, mirë po prodhimi, bujqësia, transporti rrugor, transporti udhëtarëve, gjithë këto janë të prekur, se këto janë të parë që prekur. E thatë më parë që kjo rritje çmimit të naftës do të shkaktojë edhe një rritje tjetër të inflacionit. Kosova jo pak është përballur këtyre viteve të fundit me rritje të inflacionit. Çfarë do thotë kjo për qytetarët? Për qytetarin do të thotë varfrim. Qytetari do t'i ulë standardi jetësor, edhe ashtu pagat nuk i kemi si tema që të larta që mos ta vrejmë inflacionin, po inflacioni e gryn qytetarin, e gryn ekonominë e vendit, se kur qytetari varfrohet, atëherë edhe konsumi bie dhe kërkesa për produktin vendor bie. Kështu që shqetësimi tjetër të na është që nëse vazhdon ky trend me çmim kaq të lartë, përveç që do ta humbim tregun e brendshëm, ne do ta humbim tregun e jashtëm, ose do detyrohen që produktet të pakta që e eksportojmë, detyrohemi që të ngrisim çmimet. Në moment që ngrisim çmimet do ta humbim tregun e huaj. Dhe dihet tani edhe me dana të Agjencionit Statistikat të Kosovës për ato odës ekonomike që ne vetëm 13% e mbulojmë bilancin tregtar. Importin e kemi mbi 6 miliardë, ndërsa eksportin ende s'kemi arrit as 1 miliard ta kapëm. Kemi parasysh edhe një numër i biznesësh tashmë kanë transferuar veprimtarinë e tyre për në vendet e rajonit, por në Shqipëri kryesisht. Në Shqipëri, në Maltezi, edhe në Maqedoninë e Veriut, janë këto 3 vende, po. Këto 3 vende ku bizneset tona kanë
kanë investu dhe është shuma më e madhe që në 25 vite, këto 2 vitet e fundit që investohet nga bizneset kosovare jashtë Kosovës. Mirë që investojnë, mirë po ma mirë kishme qenë me investu në Kosovë, me kryu kushtet që ato me zgjeru biznisin Kosovë, jo me shku jashtë Kosovë. E thatë që në fakt rritja e çmimeve barfëron popullin, por çka për ato familje që tashme janë të varfëra dhe jetojnë me kushte me zidhja dalin nga muaj në muaj? Po duhet institucionet me urgjencë të mirën, me urgjencë të marrin në mbrojtje dhe t'ju ndihmojnë këtyre familjeve, në mënyrë që mos ta vrejnë edhe barën inflacionit, po edhe ta kalojnë sa ma letë këtë periudhë të tranzicionit. Ne po shpresojmë që kjo periudhë nuk do të zgjasë edhe shumë, të përfundoj lufta në lindjen e mesme dhe të fillojnë situata të normalizohet. Tani sinjalet e para janë edhe patëm rast djeme po në tregjet në bursat të ndërkombëtare, ku çmimi i derivateve filloi të ulet, vetëm pse u deklaru që Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Iranin shumë shpejt do të arrijnë një marrëveshje, që kanë filluar negociatat, po ky lajm pozitiv menjëherë pat efektin e vet në uljen e çmimeve të derivateve të naftës. Mirë, po për këtë arsye kërkesa jonë ka qenë që largimi i përkohshëm i TVSH-s. Ne nuk guxojmë që të rrim, hajtë se mos po ulet çmimi i derivateve të naftës, mirë po dëmi po bëhet. Dhe ky dëm nuk riparohet brenda 24 orëve, kjo merr kohë. Më pas derisa gjendja ta merr të vetën. Shto këtu edhe sfida tjera që i kemi, se nuk e kemi sfidën veç me inflacionin, për momentin është sfida më e madhe, por shto këtu që nuk i kemi edhe institucionet tona për bërë reforma, në këtë situatë ku jemi në prag të krizës. Në prag të krizës, në këtë rast ish dashmi pas institucionet shumë të forta, institucionet që reagojnë të shpejta, brenda ditës me vendime. Nuk e kemi luksin dhe komoditetin që ne të prisëm një muj, 2 dhe të reagojme një vendim administrativ ose me një uzim administrativ. Kështu që kem nevojë shumë për reforma në politika fiskale, kem nevojë shumë për reforma në sundimin e ligjit, sistemin arsimor, shëndetësi, kem nevojë shumë e punu në ndryshimin e imazhit të Kosovës, karshi investitorëve të huaj dhe për ta bërë Kosovën një ambient më miqësor të bërë biznes. Ka shumë punë, po këto bllokadat politike sikur po na i shtyn reformat, kurse ne po ecim shumë brapa, ndërsa vendet që janë në rajon, ato po ecin më hapa shumë shpejt. Apo tregohet sipas ju skena politike në vend e papërgjeshme karshi kërkesave dhe nevojave të qytetarëve, bizneseve e përfaqësuesve të shoqërisë? Nuk e di për këtë, por marr parasysh bllokadat e vazhdueshme që po krijohen. Marr parasysh bllokadat, unë më thonë që në ekonomi kemi mbetë shumë brapa, dhe jemi duke mbetë shumë brapa, nuk është duke u marrë ekonomia që është në 10 vite tashme kam qenë kryefjala këtu në Kosovë, në rajon, po dhe në Bashkimin Evropian, shifë në tash plani i rritjes i Bashkimit Evropian, për shembull, kryefjala e saj ose shumica e mjeteve në atë dhe reformat që janë në kuadër këtij plani të rritjes janë për integrim ekonomik. Dhe në Bashkimin Evropian target për vendet e Ballkanit si integrim ekonomik është vendos 2030, jo integrimi politik, po integrimi ekonomik. Duke se sa integrimi ekonomik është i rëndësishëm dhe sa ndikon jo vetëm në zhvillimin e shtetit, po edhe në mbajtjen e popullatës brenda shtetit, ish dashtën që me të vërtetë kemi një task force, kemi një komplet shoqëri civile, ODA, ministri, akademi, gjithë së bashku, që t'jemi të gatshëm me bërë reformat që Kosova t'jetë një ambient i mirë dhe më miqësor i bërë biznes, po mbi të gjitha qytetarët e Republikës Kosovës ta kenë një standard të mirë të jetesës. Çka ne kuptojmë për ekonominë e Kosovës, vazhdimi i konfliktit SBA e Izrael me Iranin? Po ne jemi të mvarur nga importi, siç e thashë, prodhimin e kemi shumë të pakt dhe shumë të vogël. Do dëmtohej më tutje? Padyshim që po, se nëse mbyllet ngushtica e Hormuzit ku çarkullon rreth 20% e tregtisë botërore të derivateve të naftës dhe energjisë, ndërsa ju zyrtarisht thuhet që është 30%, atëherë çmimi i këtyre i energjisë elektrike dhe i derivateve do të rritet, po edhe kosto e transportit do të rritet, se paralajmërimet janë që tani anijet do ta ndryshojnë rrugën e qarkullimit të madrave dhe në momentin që ndryshojnë rrugën dhe shkojnë ka Afrika, është një rrugë që është dyfishi i rrugës që kanë bërë deri më tani. Dhe ajo do të dyfishoj kostën e transportit dhe ajo kosto do të reflektohet më pas në çmimin e madrave. Dhe ne pe importojmë, edhe pse ne si Kosovë nuk kemi anije dhe nuk kemi drejt për drejt të mvarur apo mbyllur ngushtica e Hormuzit apo jo, mirë po me vetë faktin që importojmë ka sasi kaq të madhe të madrave ose në shumën e mbi 6 miliardëve, atëherë ne importojmë edhe inflacion.
inflacionin. Përveç shtrejtimit të naftës, qytetarët dhe bizneset pritet të përballen edhe me një rritje të sërishme të çmimit të energjisë elektrike, kështu se paku ka paralajmëruar zyra e rregullatorit të energjisë. Çka do thotë kjo për qytetarët, bizneset, sa do të ishte e rëndë për ta? Po, unë shpresoj që mos ndodh. Edhe tani është jo i lirë çmimi. Unë shpresoj që të mos ndodh. Ne kemi pas një paralajmërim, mirë po sikurse kjo puna e rritjes së çmimit edhe për shkak të situatës politike siç po duket është lënë në hije dhe nuk e kemi një reagim tjetër nga ana e zyrës rregulatorit të energjisë elektrike, nuk kemi një njoftim zyrtar sa do të rritet çmimi i energjisë elektrike dhe a do nxirren në një grup i bizneseve në tregun e lirë. Ne kërkojmë që mos të ndodh sidomos në këtë momentum se nuk është momentumi. Ne sikurse me qëllim jemi duke dëmtuar biznesin, sikur me qëllim jemi duke dëmtuar ekonominë e vendit tonë, sikur me qëllim jemi duke dëmtuar edhe qytetarën e Republikës Kosovës. Për këtë arsye, buxheti ekziston për këto arsye që të intervenohet në momentet e vështira ku gjendet ekonomia e vendit, ku gjendet biznesi dhe qytetari dhe ta gjejnë formën se si mirë po të mos ngritin çmimin për qytetarët e Republikës Kosovës edhe me tutje dhe të mos nxjerrin bizneset edhe me tutje në tregun e lirë se kanë dëmtuar vitin e kaluar shumë biznese. Zotëri Rafuna, ju falenderoj shumë për kohët që gjetët për këtë intervistë dhe për t'ju ofruar qytetarëve të gjitha këto informacione dhe për t'i ndarë shqetësimet bashkë me ta. Kënaqësi, falenderoj shumë. Kënaqësi edhe imja.